Kompania Tesla arriti ndjeshëm planin e saj të shpenzimeve në më shumë se $25 miliard për këtë vit, ndërsa CEO Elon Musk po investon në inteligjencë artificiale, robotik dhe qipa. Duhet të prisni të shihni një rritje të konsiderueshme shpenzimesh kapitale që mendoj se janë të justifikuara mirë, tha Musk. Tesla është në mes të një prej basteve më të shtrenjta në historinë e saj. Musk e ktheu fokusin e prodhuesit automjeteve elektrike në ndërtimin e kabinave vetëdrejtuese me inteligjencë artificiale dhe robot humanoid. Pjesa më e madhe e kapitalizimit të tregut prej $1.45 trilion mbështetet në këtë vizion. Tesla filloi të lançojë robot taksinë e saj Model Y në Dallas dhe Houston, duke shënuar zgjerim të mëtejshëm të shërbimit të saj të ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu, kompania zhvillon një SUV elektrik të ri më të vogël dhe më të lirë me plane për të filluar prodhimin në Kinë dhe potencialisht për të zgjeruar prodhimin në SBA dhe Europë. Në janar, kompania kishte parashikuar më shumë se $20 miliard shpenzime kapitale për vitin 2026. Vitin e kaluar ajo shpenzoi $9 miliard. Jemi në një fazë shumë të madhe investimesh kapitale, e cila do të fillojë tani dhe do të zgjash disa vite, tha drejtori financiar i Teslës. Në tremujorin e parë, Tesla regjistroi një fluks pozitiv parash prej $1.44 miliard përkundër vlerësimeve për humbje. Fitimi i tremujorit të parë të i kaloi objektivat e Wall Street, një shenjë se prodhuesi automjeteve elektrike po i mbante kostot nën kontroll në një mjedis të vështirë global. Tesla raportoi të ardhurat prej $22.39 miliard për tremujorin e mbyllur me 31 mars, krahasuar me vlerësimin mesatar të analistëve prej $22.6 miliard.